Ne kemi përgatit të bëjmë një peticion kombëtar, ku pesojnë peticioni do të fuqi e kemi edhe online edhe me letra. Andaj, ne konsiderojmë se vendimi duhet të bazohet ekskluzivisht në prova dhe fakte të administruara në gjykim. Ky proces dhe kjo prokurori target kryesore ka luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. I ftojmë edhe institucionet dhe partitë politike që ta nënshkruajnë këtë peticionin dhe të japin kontributin e tyre sepse kanë edhe obligim institucional. Ne që shkim thonë më herët, si nuk do ndalim ne shoqatët e luftës duke rreshur kur kundër kësaj gjykate speciale. Jo kundër drejtësisë, por kundër padrejtësisë që ndodh në gjykatën speciale. Dhe ne kemi gjetë mbështetje nga 7 universitetet të Kosovës, Tiranë 1 edhe 2 në Shkup edhe Tetovo. Ne kemi përgatit të bëjmë një peticion kombëtar, ku pesojnë peticioni do të fuqi e kemi edhe online edhe me letra. Si qytetar të Kosovës, si shoqata dalën nga lufta, si student, si falenderoj studentëve që kanë gjetë kohë më ardhë, më në bashkangjit neve, me punu me neve, për me bo peticioni kombëtar për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për Hashim Thaçin, Kadri Veseli dhe Recep Selimin dhe Bacin Jakob. Me ndjenjen e lartë të obligimit qytetar e kombëtar, në fazën përfundimtare të procesit gjyqësor ndaj luftëtarëve të lirisë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi. Vendimi që pritet ka peshë historike, juridike dhe politike. Si i tillë do të ketë ndikim në stabilitetin rajonal, si dhe në perceptimin e drejtësisë dhe besimit në institucionet ndërkombëtare. Andaj, ne konsiderojmë se vendimi duhet të bazohet ekskluzivisht në prova dhe fakte të administruara në gjykim. Çdo ndikim i drejt për drejt apo tërthor politik do të dëmtonte rënd kredibilitetin e drejtësisë ndërkombëtare, e cila presim të jetë e paanshme dhe pa standarde të dyfishta. Edhe ky peticion është në vazhdim në aktiviteteve që kemi bërë deri me tani. Ju e dini që në vazhdimsi ne kemi bërë edhe një peticion tjetër, duke kërkuar drejtësi për çlirimtarët, për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse edhe atëherë dhe sot konsiderojmë që nuk është vetëm për Hashimin, Kadrin, Regjen e Jakupin ky proces, dhe kjo prokurori target kryesore ka luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ju e dini me terminologjit brenda ligjit të dhomave të specializuara se si kvalifikohet lufta e drejtë dhe e pastër e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra si një organizatë e përbashkë kriminale, dhe ne e pam edhe gjatë fjalës përfundimtare të prokurorisë se sa herë brenda një afatit të shkurt përmendet UÇK-ja, pra lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne atëherë edhe sot, edhe në vazhdimsi, nuk e kemi besimin të prokuroria dhe kësaj radhe dua ta ndajmë gjykatën me prokurorinë, sepse kërkesa e prokurorisë 45 vjet për secilin që gjendet padrejtësisht atje, pra për krerët dhe themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përveç që është absurde, ne e kemi thonë se është edhe politike. Dhe shpresa jonë, pra edhe kjo kërkesë përmes peticionit që sot do të vazhdojmë në peticion, edhe i ftoj të gjithë që ta nënshkruajnë pa dallim, sepse konsiderojmë edhe kështu është se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është vlerë e secilit qytetar. I ftojmë edhe institucionet dhe partitë politike që ta nënshkruajnë këtë peticionin dhe të japin kontributin e tyre, sepse kanë edhe obligim institucional. Sepse në radhët e parë, fal luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kemi ardhur deri te liria dhe kontributin e gjithë atyre që kanë dhënë me gjenerata.